Debati mes Tonit dhe Klodit shpërtheu papritur, por fjalët që u thanë treguan se kjo përplasje kishte kohë që zjeje nën sipërfaqe. Atmosfera u rëndua menjëherë dhe shtëpia u mbush me heshtje të tensionuar, sepse ajo që po vinte nuk ishte një debat i zakonshëm loje, por një përballje karakteresh. Klodi, që deri në atë moment shihej nga shumë kush si një nga banorët më të qetë dhe më të sinqertë të shtëpisë, u përball me akuzën më të fortë që mund t'i bëhej. Toni e pa drejt në sy dhe i tha pa asnjë filtër: "Ti që dukesh më i sinqerti në shtëpi, e kam kuptuar që ti je më i keqi." Këto fjalë ranë si goditje e fortë, sepse godisnin pikërisht imazhin që Klodi kishte ndërtuar. Sipas Tonit, problemi i Klodit nuk ishte një veprim i vetëm, por mënyra se si ai lëvizte në heshtje. "Ti nuk ke limit", vazhdoi ai, duke e akuzuar për mungesë kufish moral dhe emocional. Për Tonin, Klodi nuk ishte ai që hiqej para të tjerëve, por dikush që dinte shumë mirë si të fshihej pas një maske qetësie. Akuzat u bën edhe më të rënda kur Toni përdori fjalë që tronditën të gjithë: "Ti të vret natën dhe të qan ditën." Një shprehje e fortë, metaforike, që përshkruante një njeri që, sipas tij, bën dëm në heshtje dhe pastaj shfaqet si i ndjeshëm dhe i drejtë. Ishte një mënyrë për të akuzuar Klodin për hipokrizi, për dyfytyrësi dhe për lojë të fshehtë. "Ti hedh gurin dhe fshet dorën", përfundoi Toni, duke ngritur zërin. Për të, Klodi ishte shembulli klasik i dikujt që nxit situata, krijon konflikte, por nuk del kurrë hapur për përgjegjësinë e tyre. Një lojtar që di të provokojë, por gjithmonë rri një hap pas, duke ruajtur imazhin e të mirit. Klodi u përpoq të mbrojej, por ishte e qartë se këto fjalë e kishin prekur. Fytyra e tij ndryshoi, qetësia u thye dhe për herë të parë ai dukej i ekspozuar. Debati nuk ishte më vetëm mes dy banorëve, ishte një moment ku e gjithë shtëpia po shite një maskë që, sipas Tonit, po binte. Ky përplasje e fortë tregoi se në Big Brother, rreziku më i madh nuk vije.